Mbyllja e fushatës së Partisë Demokratike në Shkodër është kurorzuar me një miting madhështor, ku mijëra qytetar kanë vërshuar në shesh për të deklaruar se fitoria e Partisë Demokratike dhe Voltana Ademit është e sigurt. Kryetari i Partisë Republikane, Fatmir Mediu, tha se alternativa që ofron Voltana Ademi është një platformë që Shkodra meriton. Kemi zgjedhur Voltana Ademin, intelektualen e Shkodrës, zërin e qytetarëve të Shkodrës, njeriu i cili nuk njeh politikën majtas dhe djathtas, por mbi të gjitha vlerëson qytetarët si të barabartë përballë ligjit. Dhe përballë kemi një kandidate e cila s'dihet se kujt është, EPS-s apo LSI-s, që akoma s'ka gjetur dot rrugën dhe jo më drejtimin e duhur. Edi Rama njeh për shtet vetëm shtetin e diktaturës. Votoni Voltana Ademin. Votoni dhe 13-ën para se të shkoni te 15-a. Zoti ju bekoft ju, Zoti e bekoft Shkodrën, rrofshi ju, rrofsh Shqipëria. Voltana Ademi përpara mijëra qytetarëve garantoi se do të punojë fort, duke patur përparësi uljen e taksave dhe punësimin e ndershëm. Përparësi do të ketë punësimin. Ne do të nxisim skemat për vetë punësim. Do të mundsojmë krijimin e normarjeve të vogla dhe të mesme. Do të mbështesim zhvillimin dhe përhapjen e teknologjive të reja, lobimin e sigurimin e financimeve, hapësirave për biznes dhe marketingun territorial. Ne do të aplikojmë taksa të ulta për bizneset, për familjet, për të gjithë ata në nevojë. Do të punojmë për zhvillimin rural. Do të mbështesim bujqësinë dhe plegtorinë. Do të mbështesim agroturizmin. Do të sigurojmë hapësira për tregtimin e produkteve bujqësore në Shkodër, kudo, në çdo zonë. Do të bëjmë kështu të mujton për fshirjen sociale, uljen e varfërisë, zhvillimin ekonomik në zonat rurale. Klubi i futbollit Vllaznia. Një sfidë për Bashkinë e Shkodrës. Do të marrim përgjegjësinë ligjore. Unë kam numrin 3 në listë. Pa dyshim, votoni Partinë Demokratike me numrin 15. Votoni Aleancën Popullore për Punë e Dinjitet. Uragani shkodran ka qenë i papërmbajtshëm në mitingun përmbyllës të Partisë Demokratike. Kryetari Lulzim Basha tha se ky është mesazhi që Shkodra i përcjell kandidatës së dyezuar dhe dyshës Rama Meta. Ashtu si që i paralajmëruam para protestës tonë, për dinjitet, për çmime të ulura, ashtu si që u përbetuam në vigjilje të 2 prillit, ndryshimi fillon nga Shkodra. Dhe Shkodra do t'i pri, e ka për hise, dhe Shqipëria e ka për ndër t'i pri Shkodra. Merret gjithë ditën me opozitën, merret gjithë ditën me kandidatët tanë, sepse i vjen tur prej kandidatëve ti, i vjen tur prej kandidatëve saj, që ka hedhur aty ku i takon në prerin e Ilir Metës. Do të votohet me 21 qershor, nga kjo asamble, nga një kuvend madhështor i Shkodrës, si ky që shohin sot shqiptarët. Kandidatja e oligarkisë për Shkodrën nuk ka ofertë. Ajo ka vetëm një detyrë, të marrë, e t'ja çojë peshqesh Ilir Metës dhe Edi Ramës në Lalës dhe Surrel. Një kandidate e cila kur nuk e bëri qartë kush e kandidoi e pse e kandidoi. Le t'ja themi sot nga ky shesh se është një mash e verbër e oligarkisë Rama Meta, dhe Shkodra e refuzon me vot plebiscitare. Rroft Shkodra, Zoti bekoft ju dhe familjet tuaja. Mijëra qytetar shkodran kanë dhënë mbështetjen e tyre, duke e shndërruar mitingun përmbyllës në një uragan të fuqishëm ku Shkodra vulos fitoren e sigurt të Partisë Demokratike dhe e kandidates Voltana Ademi me votën e tyre me 21 qershor.